Dhe Kuqi, si po është realisht edhe reagimet tona të Kosovës kundrejt këtyre veprimeve serbe, sepse ne e dim se sa mirë dita shfrytëzoi rastin në çdo gjë që gjen, nganjëherë duke krijuar edhe gjëra nga hiqi. Pra Serbia për t'u ankuar tek ndërkombëtarët, ndërkohë që ne edhe kur kemi nuk është se e shfrytëzojmë mjaftueshëm, siç bëmë edhe me deklaratën e ministrës serbe për spastrim etnik. Është e çuditshme një fakt që ndodh tek ne, tek paktën nga ajo që shohim në publik dhe nga ata të cilët e bëjnë opinionin publik, por edhe ata të cilët janë në proceset e vendimarrjes, përfaqësues politik të qytetarëve dhe persona me rëndësi të caktuara në fushat të ndryshme që thrasin veten për opinionet të ndryshme se si mund të paraqiten të ndarë në çështjet e interesit të Kosovës. Ndarjet politike ditore janë normale dhe janë shumë demokratike, për plasje ditore politike janë shumë normale, për çështjet me interes të Kosovës dhe çështjet me interes të shtetit ato asesi nuk duhet të jenë provë apo pronë e dikujt për të shfrytzuar për çështje të caktuara. Pra, kur ne e bëjmë një interpretim të kushtetutës, duhet ta bëjmë në interesin e Kosovës, në zbatimin e ligjit, në formën e drejtë dhe në mbrojtjen e qytetarëve të saj. Për asesi të mos na shkojë mendja për keq interpretimin e saj, vetëm për qëllime që duam ta dëmtojmë palën tjetër, sepse realisht nuk po i dëmtojmë politikanët, po i dëmtojmë Kosovën. Politikanët në fund të fundit mund të jenë sot dhe mund të mos jenë nesër, por Kosova duhet të jetë edhe sot, edhe nesër, edhe në të ardhmen. Kjo është fatkeqësia që është duke ndodhur vendi dhe duhet të kemi shumë kujdes që edhe personat e tillë të cilët mundohen që çështjet të caktuara të interpretojnë për interesat e tilla, siç e përmendëm, të mos ju jepet hapësirë e duhur në media. Dhe pikërisht për shkak të këtyre zhvillimeve dhe këtyre deklaratave të serbëve, a mund të shfrytëzohen këto ndoshta për të penguar ndoshta hapa tutje edhe tek dialogu Kosovë-Serbi? Sepse edhe në intervistën e Igor Simisht u përmend kjo gjë, ai tha se naftojnë në dialog, ndërkohë që në anën tjetër janë qytetarët tanë ata të cilët maltretohen, terrorizohen, përmenden kryeministrin e detyrë Albin Kurti. Duhet të përmendim që marrëveshjet të cilat i ka zbatuar Serbia asnjë pothuajse nuk është e plotë dhe ato të cilët janë zbatuar janë gjysmake. Është dashur me 10 vite për një marrëveshje të vogël, si për shembull çështja e Targa ose diçka e tillë, 10 vite apo më shumë që të zbatohet si çështje. Pra është Serbia ajo e cila vazhdimisht e ka neglizhuar procesin. Edhe sot me çfarë do marrëveshje Kosova të dëshironte ta zbatonte, Serbia prapë do të gjente metoda për neglizhencën e saj. Pra Kosova në asnjë moment për gjithë prej shpallës së pavarësisë deri më sot nuk ka qenë neglizhente e procesit të dialogut dhe as e procesit të paqes me fqinjet e saj. Është Serbia ajo e cila i ka kërcënuar dhe është Serbia ajo e cila ka kërcënuar me luftë hibride. Kosovën e kërcënon Maqedoninë e Veriut, e kërcënon Serbinë dhe e kërcënon Bosnjën dhe Hercegovinën dhe po ashtu edhe Kroacinë vazhdimisht. Pra është Serbia ajo e cila po bën gjithë destabilitetin e rajonit. Dhe nëse dikush mashtrohet pas kësaj çështje, është çështje thjesht se ne sot nuk jemi të mbrojtur nga propaganda dhe po e han propagandën e Serbisë, e cila është duke u ndërtuar në formë dhe investime jashtëzakonisht të mëdha të cilat edhe ata vetë i kanë deklaruar për media. A beson Kuqi se e ka kuptuar faktorin ndërkombëtar këtë?